Aleatët e Partisë Demokratike shohin tek skenari të dështimit të zgjedhjes së presidentit, me synim zgjedhjet e parakohshme, një situatë të pazakontë. Kriju i LZHK-s Dashamir Shehi thotë se edhe në një rast të tillë, opozita nuk duhet marrë pjesë në votime, ndërsa Agronduka i Partisë Agrare Ambientaliste mendon se ky moment kërkon një vendim të matur politik. Nuk u bë me di madh se një 20 shu personazhe si që jemi ne, nuk do të jenë parlament, do jetë një sinjal edhe dinjiteti për që të rezistojmë e të sakrifikojmë për idetë tona, do jetë dhe një sinjal për gjithë shqiptarët që ka ardhur dita me gjithë mend të rithemelojmë një shtet të ri, një republikë të re. Po nëse realisht shkohet në zgjedhje parakohshme për shkak të mos zgjedhjes presidentit, atëherë mbetet për të menduar. Logjikisht nuk ndryshon ndonjë gjë nga kërkesat që ne kemi bërë, sepse ne kemi bërë kërkesë për qeveri teknike, e cilat ketë kohën e domosdoshme dhe të sigurojë zgjedhjet lidhje edhe të ndershme. Ndërsa një periudhë kohore 45 ditë nuk besoj se mund ta zgjidhë këtë situatë. Nëse zgjidhet, atëherë do ta shohim. Por Shehi dhe Duka shprehin se kanë shpresë për zgjidhjen e krizës me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve. Nuk jam pesimist, jam optimist që situata mund zgjidhet natyrisht duke gjetur konsensus të dy palëve. Boll që të ketë një vullnet pozitiv nga dy palët realisht për të zgjidhur situatën. Të mos shkohet në gërç, në mënyrë që të kemi zgjedhje ashtu siç pretendon dhe opozita të lirë dhe ndershme. Unë shpresoj që ta kenë hudhur një këmbë prej atje në negociata, se negociata kjo punë i melli është e përditshme këto. Kështu që kam një minimum shpresë që siç na ndodh ne rëndom shqiptarëve, ditën e fundit zgjidhim diçka. Megjithatë, dy aleatët e PD-s ritheksojnë nevojën për krijimin e një qeverie teknike, e cila do të garantojë zgjedhje të lira të ndershme.